që sapo gjykata kushtetuese e riktheu në detyrë, Spaku veproi sërish, duke kërkuar një masë më të fortë. Këtu janë institucione, nuk janë individ, dhe si tillë nuk mund të jetë një përplasje inatës apo çështje së interesave personale. Zonja Balluku është në hetim dhe është shpallur nga struktura e posaçme si person në hetim. Dhe përplasja në institucionin e gjykatës kushtetuese ishte për masat që mori gjykata, lidhur me ndërprerjen apo me pezullimin e aktivitetit saj si kryeministër, për arsyeën e vetme si një person që është në hetim mund të ndikojë në ndryshimin e provave, në intimidimin e dëshmitarëve, dhe si e tillë ishte kjo masë. Por kjo nuk ka qenë vetëm për zonjën Balluku, ka pasur dhe raste dhe precedent të tjerë. Rasti kujtojmë zotin Zyri, kur një person që drejtonte komisionin apo institucionin e intenderimit u pezullua nga detyra me një vendim gjykate dhe po me vendim gjykate erozoi duke u rikthyer në detyrë. Në të njëjtën situatë jemi edhe me zonjën Balluku, por këtu në këtë rast i është drejtuar gjykatës kushtetuese për faktin e pozicionit dhe të nivelit se kemi të bëjmë me një deputet të zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët shqiptar, dhe statusi i saj ndryshon nga statusi i një punësi civil. Edhe pse në rastin e punësit civil nuk mund të ndërhyjë gjykata për të ndërprerë një marrëdhënie pune, por duhet të jetë administrata, dorëheqja apo shkarkimi që mund ta detyrojë atë nga institucioni. Rasti konkret, për shembull, mund të ishte një vendorëheqje e saj për të vënë në dispozicion drejtësisë, ose mund të ishte një shkarkim i kryeministrit nga detyra, duke zëvendësuar atë që të mos prish funksionin e drejtimit të qeverisë së vendit, duke dhënë mundësi asaj të mbrohet, të pastrohet dhe të rikthehet në detyrë përsëri, por jo me mandat dhe jo në funksionin e një zëvendës kryeministri. Në këtë moment sigurisht që përballë një të drejtë që kishte gjykata dhe përballë një të drejtë që kishte drejtuesi i qeverisë, dominoi pati prevalencë kushtetuta. Pra në rastin konkret, gjykata kushtetuese vendosi rikthimin e saj në detyrë. Por kjo ishte e pritshme, sepse struktura e posaçme ne her pas here kemi diskutuar që Spaku mund të kërkojë heqjen e imunitetit dhe mund të kërkojë mas sigurie ndaj zëvendës kryeministrit, gjë që nëse do të arrinte, do të hapte rrugën për kontrollin e banesës, kontrollin e pajisjeve personale dhe atyre të punës, me pretendimin që brenda tyre mund të kishte dhëna që mund të riktheheshin dhe të ndihmonin hetimin. Por në këto kushte patjetër që diçka pritej nga në këtë përplasje. Përplasja e parë ose dalja e parë kur zoti Rama deklaroi që disa trimosh të BK-s kanë ardhur me patllake në institucion, dhe kjo mënyrë në këtë zhargon sigurisht që ka mesazhin e saj, mesazhin e tij. Mesazhi është shumë i qartë që kërkon të ul nivelin e këtij institucioni që guxon sipas tij të shkojë tek kryeministria për të bërë kontroll apo për të depërtuar në institucion në vetë një mandati që ato kanë. Sigurisht që nuk ka ndodhur. Sigur e dinte, ndoshta ka pas informacion dhe për këtë që erdhi një ditë pas, sepse deklaroi të dielën, të hënën iku, sot doli urdhri. Ka shumë panelistë të profesioneve, kryesisht e gjyqtar apo ish prokuror apo avokat, kanë bërë disa diskutime ku një mundësi ishte që pikërisht Spaku ka gati kërkesën për të drejtuar parlamentin për të hequr imunitetin dhe të kërkojë arrestimin e saj, që mund të ishte e më e mundshme arrestimin në shtëpi, por arrestimin banesë, por kjo pritshmëri patjetër që edhe kryeministri i vendit, jo vetëm për pozicionin që ka, por edhe për shkak të një personi që e ka më shumë se kushdo informacionin, ishte kjo pritshmëri. Pra nuk ishte se erdhi një reagim për shkak të një reagimit të një prokurori, por ishte e pritshme që prokuroria të kërkonte të bënte këtë lëvizje për të hequr imunitetin, sepse në fundit ata kërkojnë që personi mos ketë ushtrimin e funksionit, të ndërmjet ushtrimit të funksionit mund të ndikojë në prishjen e provave apo në intimidimin e dëshmitarëve. Në pamundësi të pezullimit nga detyra, kërkohet heqja e imunitetit. Sigurisht këtu që kemi dy skenar,
skenari i parë, ku edhe këtu vjen paralajmërimi kur thotë që do të kalojnë komisionin e mandateve. Që do mblidhet atë çfarë qëndrimi do marrë shumica. Ju si mendoni të ta blokojnë? Dha një mesazh që ajo sidoqoftë do të vinë në parlament kur ne kemi 83 vota. Pra fakti që e përmendi, kur gjithë e dim që i ka 83 vota, bashkë me Socialdemokratët i ka përcej numrin e votave të nevojshme që mund të marrë vendime, atëherë kjo ngelet në dorë të forcës qeverisë, të Partisë Socialiste më konkretisht, që e ka absolute përfaqësimin e saj në Parlamentin Shqiptar me numrin e votave. Prandaj ai tha që do të kalojnë në komision e mandateve, që do të mblidhet, pra do të kalojnë në procedurë dhe pastaj do të kthin në parlament për të marrë ato vota ku ne kemi 83. Pra nënkuptohet si pallakja e cila tha që fakti që kemi 83 vota do të thotë që nuk do ta marrë miratimin për ta dorëzuar strukturës posaçme për të bërë procedurat për arrestimin apo shoqërimin e saj. Ka pas një precedent zoti Softa te kjo që nuk është pranuar heqja e imunitetit dhe çfarë ndodh më pas? Kemi Olta Gjaçkën që nuk e dha mandatin, shkon për ta interpretuar deri në Komisionin e Venecias, por deri në mbylljen e mandatit, deri në marrjen e mandatit të ri, ne nuk e kemi një precedent të tillë që majoranca ta lëshojë me votë një person, por në rastin konkret nuk është Gjaçka, nuk është një deputet e zakonshme, por është një nga numri 2 i qeverisë, është bashkëpunëtore më e afërt e kryeministit të vendit, është drejtuesja e një institucioni që ka edhe detin, ka edhe burimet minerare, ka edhe rrugët, ka ekonominë, pra është personi që ka peshë më të madhe në përgjegjësinë që ka në administrimin dhe në drejtimin e qeverisë së vendit. Prandaj akuzat ndaj saj mund të shtohen dhe rritja e akuzave mund të krijojë, po themi, atë taktik që prokurorët kanë për të arritur qëllimin e tyre. Por edhe nëse parlamenti